Kjo është e rëndësishme sikur të parë. Mos harro, o vllai nderuar, apo motër e nderuar, kur do të dëgjoni këtë fjalë. Mos harro. Se Ramazan e kalum, ja pa të dhonë një besë Allahu të edhe të edhe. Ja ke dhonë një besë. Do pika i pa të vendos atje para në Ramazan, pas ke pa mujtë një mri. Mu me kohë një mirë. Apo? Edhe kur ka kalu Ramazani, ja ke dhonë Allah të besë, se kur vjen tjetërën e kam i kryo. Që Ramazan, që i takim, i zbatimit të premtimit që ja pa të dhonë Allah të me konë me mirë, është të ardhë. Ki kujdes prapë. A ke thonë vetë që ki me konë me mirë? A ke thonë? Çdo kush për një kur ka kalu Ramazani, kur arë Bajrami, i në gëzu për të punë, më ka thonë që si të vjen i arshmi, inshallah. Qërë. Që i arshmi që ja ka petun besën Allahut, se në qato komendruhën që i erdha të. Pregaditu për të qu fjallën në vend që ja ka petun Zotit të jaftë. Që ka që për të me thonë? Qatë fjallë që ja ke dhonë Zotit, që unë veç mos arë këtë Ramazani, unë e këmë që në vend, bënu gati me që në vend se që erdha në jaftë. Si kur se bërshliut, kur vjen vada, mi ala borsin bërshliut, nëse si ke bo paret gati, çka bën ti? E shton ma shumë intensitetin e punës, e shton ma tepër angazhimin, me i bo paret që mi dal njëri në fjallë. A bën që shtot njëri që ka bërç? Edhe ti kemi të bësh Allah me premtime, i pa të thonë, se ka me konë që shtot, veç më sartë kurse, ja mo në s'ja bëj kështë, ti ke thonë vetë, ti e di që ke thonë. Qaj e ko për me la borsin ka ardha. Dhe këta dush me kuptu në njën e 3 gjërave. Qëta dush me kuptu në njën e 3 pikave. E para, se Ramazani është koha e la me zborsit. S'ka më ko. Ti ke thonë Allahu Gjelle wa Ala se në Ramazan, a ke thonë vetë. As ta ka caktu Allahu, ja, as ban në Ramazan. Në Dhul-Hijjë du. A ke thonë vetë në Ramazan? Ka arë vada që ti vetë e ke zjedha. E para. Në vada që ti vetë e ke zjedha ka arë. E dyta, që shumë e rëndës me vëllajdashme, kur të kuptojsh ti këtë pikë, kur të mendesh ti mu bo gati për Ramazan në njën e kësoj pike, apo pikës tretë. E që ta si ka gjithashtë pika e tretë i ka 3 në pika. E para, Ramazan është koha që ti e ke zjedh. E dyta që është më rëndësi, të ke pika e tretë është a din sa kanë metë për udhe, s'kan minë Ramazan me dalë për me qunë dhe në fjallin ty Allah për ta mundësën. E din, ka plët që i kanë Allah të veç për mësat Ramazan i ashëm, edhe i ka marë Allahu për udhe. Se ka mundësu Allahu që t'ja lajnë bosë në Ramazan i ashëm, ty si duke do me ta mundësu Allahu azir. Në kjo ndërë në veti. Kjo është privilegj në veti. Privilegj në veti. Allahu Gjelle wa Ala nuk i ka bërë shkërkujt për me afatizu kur dëm dikush mund reqë. Për në qovë se, manën me mirë këtë regull. Allahu Azza wa Gjell nuk ja ka bërë shkërkujt për me ashtu jetën deri në kohën që njëri e ka caktu më përmirësu. Nuk ja ka bërë që. Për në qovë se të shtyjnë deri kur ke dashti, dhjesët ka nëru shumë apëtë. Dhjesët ka nëru shumë. Ka mujtë me të marë para 5 mujve. Që kështë pas me i thonë? Pse ke libo përmirësu në Ramazan? A këpo shkru në dikuna? Të meraj kur dënë. Por në qofë se Allahu Gjelle wa Ala t'jap jetë deri në kohën kur ti ke zgjedhë mund reqë, atër dije se përresi e madhe ke huna. Që ti vetë ke thonë që shtot. Edhe e treta që është me rëzishme se kjo lazni. Pike e tretë, apo e pikës tretë. E treta është e para thonë ti e ke zgjedhë Ramazanin për mund reqë. Apo? Ti e ke dhënë fjallin. E dyta, s'të ka marë për udhe, po të lanë din që do kur ti po dënë. Në regull. E treta, në qofë se këtë herë e mashtran, nuk ndreqesh, atëherë frika është shumë e madhe që të qëtë për rahmetjat. Edhe nuk mush mu këfjell më kur. Që kjo e frika? Vëllaj me konë që o zatë, ti e kerim bujar. Ke Ramazan për gëtë që shala tjetër në. Po konë punë të shumë thjesht, provoj apëtën. Mirë, po punë është me rrezikshme që ne para me në. E ke dhonë fjallën që Ramazan në arshëm kime ekë që të haram apëtën. E ke dhonë fjallën që kime bu këtë punë. Ti e ke dhonë vetë apëtën. Ka që Ramazan
e dyta ta ka mundsu, të ka pru din qatë vakt, e treta, në qofë se këtë herë, shem ty dembeli, për taci, shem ty përsëri, mashtrim, atëherë unë s'po flas kurrë, po du me u lezu vetë fjallët e Allahu që ka thot për këtë puna. A u mërëme? Pengojmë Allahun që ka përna thot, kush bën që shtatë. Allahu Gjelle Ola Vladhin në surën Tawbe, në ajetin 75-78, këthoni në Kur'an kur përnë të shpijat. Në surën Tawbe, ajeti 75 dhe në ajetin 78. Thot Allahu Gjelle Ola që shtu thot. Wallahi thot për do njerëz që bojnë njëjtë që bojnë me dhe na, njëjtë kanë bojnë ata. Wallahi s'ka thonë Allah për ta, pse në kun dzija, pse në kun të barra, pse në kun karnu dikun e. Ka thonë për ta, dhe pse e kanë bojnë një punë që na vjetë për vetë e bojnë. Ata njerë e kanë bojnë. Thot Allahu Gjelle Ola kështu. Surën thash Tawbe, ajeti 75 dhe në ajetin 78. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. والله fjallët Allahu Gjelle wa Ala decidivisht në surën Tawbe 75-78. Çka thot Allahu Gjelle wa Ala? Wa minhum, edhe pe tyne, pe njerëzve, grup, min çaty çuret ja hin çto. Wa minhum man ahad Allah. Ka nga ata që i kanë premtu Allahut, ahdi kanë jep, premtim bes. Lein atana min fadlihi, nëse na jap Allahu rrezik, parë, biznesi shkon mirë, puna shkon mirë, لنصدقن كنا مدون صدقات مونمط ولنكونن من الصالحين edhe كنا mbobura të mirat. Më ti përcakton. Allahu s'na kurzon ti as Ramazanas para as kurrë. Ti ki bash me koni mirë. Po ka njerëz që ja kurzojnë. Apo edhe Allah ja ka mundsu këtyne me ardh parja. Sigurisht na ka mundsu me marr Ramazan, ja ka mundsu. Thot Allah falamma atahum min fadli. Pas Allah ju dha nga begatia. A lipt a fatizut ju përmirësimin me dhona, a fatizut ju vet. A keni bojë vetë qëta. Falemma atahum min fadli. Pasa ju dha Allahu min fadli nga begatia e ti bekhilu. E ngrahën dorën për mas. Zvan. E ngrahën për mas. A ju dha, vetë kanë thonë. Pse ke thonë këtë fjallë atë? Vetë ka thonë, ja Rab, veç më së mi jap shkur. Se s'kam me të fukarap me hek për me e më kur. Kam e një mu në gjithë. A tha që shtu vetë. Ja dhe besë në Allah Gjelle Ola. Falemma atahum min fadlihi. A ke thonë ti vetë, veç më sot Ramazani kur. Se kom e bu këtë, që erë, ti e ke caktu. Ta ka mundësu mërnu ti në Ramazan. Atëherë mu, qka bëtën më masën apë? Sa bëtën me të prit hala? Me i hek haramet e me kry obligimet, sa? Falemma atahum min fadli. Po sa Allahu ju dha nga begatit ti, bekhilu, vahum mu'ridun. E adhes me kry kryt. Po, kur të ke dikush, po tja theshe, kush? Ta shë dhe bojës kështë, ja, së qëmi këtujt. Ja, së digën e që këmë thonë. Subhanallah. Po, a ka përsen kjo që shtëta? Fa aqabahum nifaqan ila yawmi yalqawna. Allahu thot, e Allahu Gjelle Wala u amveshi petkun e dyftërsisë deri në ditën kur të takojnë ata që me deshin më optë. Çka është më duhet trishtues për këtë njëve që ja këna pallon Allahu besën se në Ramazan dyshë këna me kona. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim. U amveshi zamrat e tyre me dyftërsi, nifaq. Dhe që të Ramazana, ta një uhjekja, ja ila jomi e lkaune, te se të takon me Allahun, ka me me dyftyrë shatën. Ska shansë mund reqmo, ke rajt. Fjallë Allahu Gjelle Ola. Në që se nuk dvesh gutu, s'po thonë, nuk ki mund si me pështu. Por mos rëzika, se boni të vesh petë kuj dyftërsis, së në desh më, desa ta desh, me leku kur qëtë më gjuku për Allah Gjelle Ola. Ila jomi e lkaune, deri në ditë në takimin me Allah Gjelle Ola. Pse azat ta këtë? Për shtë në suje këta kësot u denun? Bima akhlefullah ma vaadu. Veç se e preshën premtimin që patën në Zotit. Vallaj, veç për ishtatë Allah Gjelle Ola. Dhe pse ja patën dhënë besën Allahot me bojë që shtë e zbanë. Veç për që të punë. U bima kanu e këdhibun. Edhe pse që rajshin shumat. Elem ja'lemu
A nuk e dishin këta njerëz me Allah? Allah elem ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. A nuk e dishin këta njerëz se Allah e din shumë mirë kush janë këta? Ja u din mbrëmshme të jashtëm. E din Allahu kush jeti. Pse po munohesh me rrejt vetën tonë se nesër në ndrishna? Se përrimi ka qenë koha, përrimi ka qenë kjo sonë i mirë në sens. Kam për të me rrejtjat. Për mirësej këta më të të parë, thuj Allah, o Zot, unë si më kërkushi, unë e kurs ndrishna, veç ti më mresha. Qështë të bile thuj? Thuj që është të bile, më shprem ta. Para ti thuj, edhe unë gjë kryt. Merë me vetën të unë. Që të e në kuptimet, e do mëzdashme që na duhet t'i bartë i vllazni, këto ditë para se minë në Ramazan ato. Mi thonë, sa këshyri këtë që ka bua, sa ajë që ka bua, ka dalë më vllafë. Ka dalë se, unë e mrane e bartë një premtim që pa të thonë zotë, këta blokja s'peshojnë, një syri, ju s'din që i këmë me Allah premtim, ku e din jotë? Po Allahu e shë që ka mrane ato. A e din që i pa të thonë në Allahu gjellë ola, në mindresh më punë që shtu kom ja buon ato. Kur se ke bo, ja ka që një fakën. Veç për të asyje, vallaj, Allahu thot, bima akhlefullah ma waadu, veç për shkak se kanë rajt, veç për si punë. Se ku njëri kur të pret, o Allah, unë i me dapë, unë s'moj Allahu këtë punë. Edhe mundohet këtë të shka është. Për mundohesh me lajka, me premtime. E qatë premtim që ke jap, erë që i muja. Bashkojqë të trija, ta përdoj një pregaditje, baje gjithë mirë, për të kalu këtë muajt Ramazan që shduhet.